Miq, përshëndetje. Ju uroj një ditë të mrekullueshme të gjithë shqiptarëve në diasporë, kudo që ndodhen. Ju uroj një mbrëmje të mrekullueshme nëse ato ndodhen në një vend ku tani aktualisht është mbrëmje. Do të nisim sot transmetimin duke i dhënë përgjigje një pyetje që meriton vëmendje. Në fakt, të merresh me leadershipin që aktualisht është në Shqipëri është një humbje kohe, nuk vlen as pak. Nuk flasim as për opozitën, as për pozitën, po për askënd. I shikojmë ato kanalet televizive në Shqipëri dhe media që bëjnë një zhurmë të jashtëzakonshme për njerëz që nuk kanë vlera e nuk vlen as pak për të marrë me ta. Megjithatë, jemi të detyruar dhe ka një shprehje të Schopenhauerit që thotë që njerëzit e edukuar gjeni duhet të ulen në nivelin e njerëzve të shumicës së popullit për të qenë të kuptueshëm. Do të fillojmë edhe do të sqarojmë gjërat duke u bazuar në një filozofi popullore dhe duke u bazuar në faktin dhe jo thashë themi. Pyetja është, a meritojnë shqiptarët një lider si Edi Rama? Edhe kjo është një pyetje që është me të vërtetë e rëndësishme. Për disa mund të jetë, për disa mund të mos jetë. Megjithatë, ne do të referohemi vetëm fakteve dhe të vërtetës. Edhe duke u mbështetur në filozofinë popullore. Populli shqiptar thotë, dardha bin në byth të dardhës. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të fillojmë, unë do të filloj nga vetja ime. Kush jam unë? Unë jam një qytetar i thjesht, një person si të gjithë ju, por që ka të drejtën për të folur, të drejtën e shprehur, edhe lirinë për të thënë fjalën time. Dhe normalisht, është normale që unë duhet të flas kur të tjerë që nuk e meritojnë për të folur flasin dhe e marrin me qafat e popullit, unë duhet të flas. Shumë njerëz si puna ime duhet të flasin të ngrenë zërin e tyre. Le të filloj nga baba im, pa më llogaritur gjysh tërgjyshit që ka punuar me djersë të tyre, kanë kontribuar për Shqipërinë. Themi, baba im ishte një person që nuk vrise as mizën që fluturonte, nuk vrise as një milikon kur shkonte. Pra, do me thënë, unë kam një bazë të vërtet edhe një kurajë që unë duhet të flasë, sepse origjina ime, themi, dardha bin në byth të dardhës. Nisem në një origjinë pastër i pa inkriminuar. Pyetja është, Edi Rama thuhet është i biri Kristaq Ramës. Tani mendohet që Kristaq Rama, kur ka shërbyer sikurse çdo njeri tjetër në kohën e diktaturës, ka firmosur një dekret Kuvendit Popullor për vrasjen e poetit Himsi Nella. A është i vërtet ky fakt? Po jo, do të konfirmojmë faktin, tham. Po, është e vërtet që Kristaq Rama, baba i kryeministrit aktual Edi Rama, ka firmosur një dekret të presidiumit të Kuvendit Popullor në vitin 1988 për ekzekutimin në atë kohë të poetit disident Himsi Nella. Në atë kohë, Kristaq Rama ishte antar i presidiumit dhe ka kontribuar në vendimet për dënimin me vdekje të poetit i cili u var në Kuks. Publikisht. Ky informacion është i mbështetur në burime të besueshme, ku theksohet se 35 vjet më pas kësaj ngjarje nuk ka pasur asnjë kërkesë, asnjë ndjesë nga Edi Rama për veprimin e të atit. Gjithashtu është një artikull në Bold News thekson se Kristaq Rama ishte një nga firmëtarët e vendimit për ekzekutimin e Himsi Nellës, duke përmendur emrin e tij në listën antarëve të presidiumit që miratuan këtë dënim. Një burim tjetër që edhe pse i përket opozitës, po që ne nuk kemi një reagim për të kërkuar ndjesë ose për të pranuar faktin, është edhe syri.net. Thekson se 35 vjet
pas ngjarjes, nuk ka pasur asnjë kërkesë ndjes nga Edi Rama për veprimin e tij etatit, Kristaq Ramës, i cili firmosi ekzekutimit e poetit Aksinela. Domethënë, mbi këtë bazë, edhe herë të tjera e kam thënë, në qoftë se babai im do të firmoste një dekret, një vendim për vrasjen e njeriu, unë do të strukesha në një qoshke dhe nuk do të ndihesha fare. Të vrasësh nuk do të thotë të tërheqësh këmbën. Këta janë thjesht mekanizma të një sistemi që mban disa thjesht për bukën e gojës. Vrasjet më të mëdhenj masiv janë ata që firmosin dekrete, firmosin urdhra. Deri tani, duke i referuar faktit, Edi Rama nuk ka kërkuar ndjes për veprimin e etatit, po e për ligjin faktin se të gjithë në atë kohë i kanë shërbyer atij sistemi. Mirë po, ka një farë ndërgjegjësimi të njerëzve që janë të vetëdijshëm. Nëse babai i tyre ka kryer krime, ata rinë, vazhdojnë punën e tyre si artist, si ekspert, si profesionist dhe nuk marrin pjesë në politik, kurse e vërteta është që në fakt ndodh e kundërta. Këta njerëz përsëri ndikojnë në opinionin publik, vendosin në opinionin publik dhe e marrin me qafat e opinionit publik. Tjetër gjë, ka shumë gjëra lidhur me Edi Ramën, po ne do t'i referohemi sikur se tham fakteve absolutisht. Megjithse ai nuk është as pak transparent në akuzat që janë bërë atij në lidhje me faktet që janë. Kemi fakte lidhur me ato dreka dhe darkat e tia luksoze, ku thuhet se ai ka pirë shishe $33,600 edhe biftek $1,000. Tani, këto vine i burim jashtëzakonisht i besueshëm nga numri 2 i qeverisë të Edi Ramës. Dhe ka një farë besueshmërie, megjithatë këto janë burime të pakonfirmuara. Për të qenë të drejtë, tham do t'i referohemi faktit, e kuptoni? Thuhet, domethënë, shprehimisht, Edi Rama pinte shishe vere $33,600 dhe paguante biftek $1,000. Dhe është edhe tjetra ndërtoi kopshtin Eden që kushtoi rreth €4 milion. Ai që mund të përmend unë për pretendime publike dhe disa akuzave që janë përhapur në media, shpesh në kontekst kritik ndaj Edi Ramës, këto janë burime të pakonfirmuara, edhe sikur se tham, mbështeten mbi akuzën e Edi Ramës, e Arben Ahmeta, numri 2 të qeverisë. Mirë po, midis faktit që shishet e verës 33,600 dhe biftekve dhe ndërtimit të kopshtit të Edenit, që nuk është gjë tjetër veç se një ndërtesë paralele që është e panevojshme për shoqërinë. Kjo e dyta është një fakt që domethënë është i konfirmuar dhe janë shpenzime të panevojshme në kurrizë të shqiptarëve. Pra, sikur se tham, pretendimet e përhapura në media opozitare dhe rrjetet sociale nuk janë të konfirmuara, për të qenë të drejtë, nuk janë të konfirmuara, megjithëse Edi Rama as i ka pranuar, as i ka kundërshtuar, sepse nuk kemi një faturë për këto shpenzime që janë bërë, për të provuar atë perceptim të korrupsionit dhe luksit të pamerituar që kryeministri i Shqipërisë ka. Pra, ato janë thjesht një akuzat të pabazuara dhe të pakonfirmuara. Por çfarë do të thoshim më tepër se sa kjo? Që janë akuza që me të vërtetë qëndrojnë. Akuza me e rëndësishme është akuza për incineratorët. Pra, para këtyre akuzave që kanë të bëjnë thjesht me luksin edhe me to, më të rëndësishme janë akuzat që bëhen me incineratorët dhe shumë rëndësishme të konfirmuara janë fluturimet e kryeministrit që arrin, mund të themi që arrin €15,000 për orë fluturimi. Dhe ka një fakt aty që shpenzimet për fluturim të kryeministrit që nga koha kur ai ka qenë kryetar bashkie, Rama ka kryer 127 fluturime me charter me një kosto totale të llogaritur €1,6 milion. Fakt i konfirmuar.
Pra, nuk po mbështetemi nga ato shpifjet që ose akuzat pa baza që ka bërë burimet opozitare. 1.6 milion euro, 127 fluturime me charter. Këto të dhëna janë marrë nga sistemi Teams dhe përfshin udhëtime që nga koha kur ai ishte kryetar bashkie në Tiranë, lider opozite dhe tani si kryeministër. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka deklaruar se shpenzimet e udhëtimeve janë më të ulta se ato të paraardhësit të tij. Pra, dhe paraardhësit e tij dhe krahu tjetër opozitar pas ka shpenzuar dhe duhet që këto shpenzime të bëhen transparente, meqense Edi Rama i përmend. Përdorimi i avionëve charter është bërë në raste të veçanta si kryesimi ose BE-s nga Shqipëria në vitin 2020 për të justifikuar këtë fakt. Ai gjithashtu ka tekstuar se në disa raste ka udhëtuar me klasin ekonomik në linja ajrore dhe komerciale. Në përmbledhje, ndërsa raportime dhe akuza për shpenzime të larta në udhëtim me avion charter, kryeministri Edi Rama ka treguar një mungesë të transparencës së plotë dhe deklaratat e tij kontradiktore e bëjnë të vështirë përcaktimin e saktë të kostave të këtyre udhëtimeve. Të tjera fakte që provojnë fajsimin e kryeministrit Rama. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është përballur me disa akuza dhe skandale të ngritura si shqetësime për qeverisin e tij. Disa, sikurse e përmendëm tagent dhe më parë, është skandali incineratorëve. Dhe do të përmendim këtu cili është dëmi jashtëzakonisht i madh që ka ndodhur me skandalin e incineratorëve. Ky skandal lidhet me ndërtimin dhe operimin e 3 incineratorëve në trajtimin e mbetjeve në Shqipëri, ku zyrtarë të lartë të qeverisë së Ramës janë akuzuar për korrupsion, për shpërdorim fondesh publike. Sipas investigimeve, këto koncesione mund të kushtojnë taksa paguesve shqiptar 350 milion euro gjatë 30 viteve të ardhshme. A e kuptoni? Dhe ato akuza qesharake për biftek, për shishe vere, për luks, janë hiç asgjë krahasuar me këtë shifër. Shqiptar, 350 milion euro kanë për të paguar shqiptarët në 30 vitet të ardhshme. Ka për të paguar baballar dhe fëmijët tuaj, vetëm nga vendimet dhe nga skandalet, nga abuzimet që kanë ndodhur gjatë qeverisë së Edi Ramës. 350 milion euro gjatë 30 viteve të ardhshme. E kuptoni çfarë dëmi të jashtëzakonshëm ekonomik? Jashtëzakonshëm. Në qoftë se në Shqipëri do të kishte organ ligj zbatuese thjesht duke u nisur nga ky fakt, do të shkonin në zyrën e Edi Ramës dhe do të arrestonin dhe do ta çonin për investigim edhe për hetime të mëtejshme, për të nxjerrë dhe skandalet e tjera që kanë ndodhur gjatë qeverisë së tij. Tjetër, fakti konfirmuar, arrestimi i bashkëpunëtorëve të ngushtë, siç dihet, janë në shkurt të vitit 2025, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, një nga aleat i ngushtë i Ramës, u arrestua në akuza për korrupsion duke tronditur skenën politike shqiptare pak para zgjedhjeve kombëtare. Gjithashtu, akuzat për ndikim ndaj sistemit të drejtësisë. Në shkurt 2025, Këshilli i Lartë Gjyqësor akuzoi Ramën për kërcënim të pavarësisë së drejtësisë pas kritikave të tija ndaj strukturave të posaçme kundër korrupsionit, SPAK, veçanërisht pas arrestimit të Veliaj. Nëse e mbani mend, tha, le të vi gjykata të marrë telefonin e tij. Po, të vijë dhe ta marrë telefonin tënd dhe ti japësh llogari për çdo cent të taksa paguesve shqiptar, për çdo krim ekonomik që ti ke kryer. Lidhje me zyrtar të huaj të akuzuar për korrupsion, fakti konfirmuar. Në mars të vitit 2023, Rama mohoi akuzat se kishte korruptuar ose favorizuar ish zyrtarin e lartë të FBI-s Charles Gonigal, i cili u akuzua në SBA për fshehje të detajeve të një udhëtimi në Shqipëri dhe marrjen të paktën e $225.000 nga një ish zyrtar shqiptar inteligjencës. Fakti konfirmuar. Protestat dhe akuzat e opozitës. Në nëntor të 2024-s, mijëra mbështetës të opozitës protestuan në Tiranë duke akuzuar qeverinë e Ramës për korrupsion, manipulim zgjedhor dhe kapje të sistemit gjyqësor. Protestat u shoqëruan me përplasje me policinë dhe përdorimin e gazit lotësjellës. Është e rëndësishme të theksohet se ndërsa këto akuza
dhe skandale kanë marrë vëmendje të gjerë mediatike dhe kanë shkaktuar debat të fortë politik. Shumë prej tyre janë ende në hetim ose nuk kanë përfunduar në vendime gjyqësore përfundimtare. Tjetër gjë, Edi Rama ka favorizuar pastrimin e parave të pisa në Shqipëri dhe ka dhënë leje ndërtime për ndërtesa me arkitekturë të shëmtuar që imitojnë fytyrën e tij. Këto pretendime që po përmenden tani, favorizimi i pastrimit të parave dhe ndërtimit me fytyrën e Ramës janë tema që kanë qarkulluar shpesh në opinionin publik dhe në media kritike, por duhet ndarë me kujdes sipas natyrës së tyre. Pyetje, sa ka favorizuar Edi Rama pastrimin e parave në Shqipëri? Raportime të shumta nga media shqiptare dhe ndërkombëtare kanë lidhur rritjen e ndërtimit në Tiranë në qytete të tjera me pastrimin e parave të krimit të organizuar, duke përmendur që sektori i ndërtimit është më ekspozuar ndaj këtij fenomeni. Organizata si Transparency International, Global Initiative Against Transnational Organization Crime and raporti i progresit të Bashkimit Evropian kanë ngritur shqetësime për mungesë transparence në origjinën e kapitaleve të përdorura në ndërtim. Kritikët thonë se qeveria nuk ka krijuar mekanizma të fortë kontrolli dhe se dhënia masive e lejeve të ndërtimit pa kritere, sidomos në Tiranë, krijon kushte për pastrimin e parave. Prova konkrete, nuk ka një vendim gjyqësor ose raport ndërkombëtar zyrtar që të provojë se vetë Edi Rama ka favorizuar drejt për drejt pastrimin e parave. Po me politikat e tij të ndërtuara të indiferencës dhe të mungesës së transparencës dhe në origjinën e burimit të kapitaleve, kjo e bën fajtor. Dhe ka indikacione të forta, sikurse e thash, për këtë mungesë transparence sistematike, gjë që nxit dyshime legjitime. Ndërtesat që emitojnë fytyrën e Edi Ramës. Fakti, në Tiranë është ndërtuar një ndërtesë e quajtur Eyes of Tirana or Tirana's Rock, në të cilën është integruar instalacion gjigant që përmban fytyrën e një burri që ngjan shumë me vetë Edi Ramën. Arkitekti i projektit është Bjarke Ingels dhe idea u prezantua si simbolik moderne i një shikimi që vështron të ardhmen. Kritika, shumë arkitekt dhe qytetarë ka quajtur këtë ndërhyrje narcisiste, ndërsa të tjerë dëshojnë si një shfaqje të egos personale. Ka mohuar se fytyra ndërtesë është e tija dhe ka bërë komente ironike në lidhur me këtë. Tjetër gjë, Edi Rama mund të quhet me plot gojën lider i luksit në një vendi shumë të varfër. Në krye të një populli që lufton dhe rropatet dhe lufton për të tejkaluar kushtet minimale për mbijetesë, për të kapërcyer varfërinë, papunësinë dhe emigracionin masiv, qëndron një figurë politike që jeton një realitet tjetër dhe që mundohet t'ia shesë këtë realitet të tij personal masës së gjerë të qytetarëve. Ky është Edi Rama, me pak fjalë. Sikurse tham, përdorimi i shpeshtë i avionit privat, 15.000 euro për orë fluturimi. Ai është parë që të mbaj, sikurse thuhet, po këto janë burime të pakonfirmuara, thuhet të mbaj një orë me vlerë 1.4 milion dollar, ndërkohë që shqiptarët pagojnë taksa të rënda për të përballuar shërbime. Edhe ndërkohë kur udhëheqësi i shtetit më të fuqishëm në botë, Donald Trump mban një orë 15.000 dollar.